Britsjapi. Në momentin që shkeli për herë të parë në hënë, me Apollo 11, se kështu thonë që ka shkuar në hënë Apollo 11, në korrik të vitit 1969, astronauti Buzz Aldrin, i shenjës Britsjapit, fitonte më pak se $8 ora. Mua më duket si një rast nga ato më skandalet e punës së paguar shumë pak, që është shumë më keq natyrisht se sa ajo që ti o Britsjap, burra grua qofsh, ke kaluar gjatë karrierës tënde. Të këshilloj o Britsjap, burra grua qofsh, që ta kesh parasysh këtë që të thash, sidomos në javët në vazhdim, kur do të jesh duke rregulluar raportin tënd me lekët. Shpresoj që shembulli të të shërbej që gjërat i shosh me më shumë filozofi, me më shumë mendje të hapur. Është mënyra më e mirë për të lënë të kthjellët në zbatimin e projektit atë ides që do të të çojë në fitime shumë më të mëdha se sa tani.